Porsche 911 është prodhuar gjatë më shumë se 4 dekadave në të njëjtin vend, në Stuttgart të Gjermanisë, në mega fabrikën e Porsches. Porsche 911 e vogël është e lehtë, e shkathët dhe gjithnjë e fuqizuar nga një motor i sheshtë me 6 cilindra në fund të makinës. 911 mund të ofrojë marrëdhënien ideale midis makinës dhe shoferit. 911 është si një dorashk, të përshtatet mjaft mirë. Makina të tregon qartë se çfarë po bën, ndaj edhe ngarja e 911-s është një përvojë emocionale. 911 vjen me 16 modele. Një nga modelet më të fundit të 911-s është GT3. Ai është projektuar me një ide të qartë në kokë. GT3 është një mjet cirkuiti, arma përfundimtare në pistën e garave. GT3 është projektuar për t'i shërbyer një numri në rritje entuziastësh që garojnë me makinat e tyre në cirkuite të mbyllura. Emocioni të qenit pronari një makine të ligjshme garash do t'ju kushtoj $112.000. GT3 me motorin me 6 cilindra prodhon 435 kuaj fuqi. Motori e katapulton GT3 nga 0 në 100 km/h brenda 4.1 sekondash, me një shpejtësi maksimale prej 312 km/h. Më shumë i ngjan një makinë garash se sa një makinë rruge. Ajo në fakt është një makinë garash e licencuar për të përdorur në rrugë. Që prej vitit 1964, çdo Porsche 911 është prodhuar në mega fabrikën e Porsches në Stuttgart të Gjermanisë. Fabrika përbëhet nga një sër godinash industriale të lidhura me styre. Trupi i makinës e merr ngjyrën tek reparti i bojës. Motori i famshëm dhe i sheshtë, ku pistonat lëvizin në një plan horizontal me 6 cilindra i 911-s, prodhohet në godinën e repartit të montimit të motorit. Punimi me dorë i lëkurës për tapicerinë e makinës ndodh në repartin e tapicerisë. Më në fund të gjitha pjesët mblidhen së bashku në repartin e montimit të makinës, i cili përbëhet nga 117 stacione montimi. Fabrika i ndërton të 16 modelet e 911-s, plus 2 modele Porsche Boxster në po të njëjtën linjë. Çdo ditë ndërtojmë rreth 40 modele Boxster dhe 110 Porsche 911. Trupi i 911-s fillon në repartin e montimit të shasis. Jashtë këtij reparti presin panelet e trupit të makinës. Brenda repartit, 105 robot së bashku me një ekip saldatorësh me përvojë ndërtojnë skeletin e makinës. Skeleti përbëhet nga 3 nëndhoma. Dhoma e përparme, dyshemeja dhe dhoma e pasme. Çdo dhomë saldohet me pjesë çeliku të parashënuara. Një saldator pikon dhomën e përparme, ndërsa një tjetër dhomën e prapme. Dhoma e përparme më pas dërgohet për të bashkuar me dhomën e pasme. Kur shtohet dyshemeja, disa pinca i mbajnë në të njëjtin vend të trija pjesët. Më pas një robot i saldon të 3 pjesët në një të vetme.
Një skuadër saldatorësh janë disa njerëz që përdorin buroj për të mbrojtur nga shkëndijat dhe drita e fortë. Ata e përforcojnë punën duke salduar në ato vende që robotët nuk e arrijnë dot. Në këtë pikë, çdo skelet 911 në këtë linjë është identik. Por gjithçka ndryshon në stacionin e gjeometrisë. Këtu montohen panelet anësore sipas modelit të caktuar. Këtu makina ndërtohet ose me çati të palëvizshme, ose si kabriolet. Duke qenë se fati i kësaj makine është çatie e palëvizshme, robotët sigurohen që t'i japin asaj një çati. Kur mbaron saldimi, një grup tjetër robotësh e rrethon skeletin e makinës. Kësaj here jo për të salduar, por për të shpuar. Qindra vrimat vogla, vida dhe bulona do t'i lejojnë teknikët më vonë në procesin e montimit që të montojnë mbi trupin e saj pjesët e tjera. Më pas, robotët zgjedhin dyert dhe saldojnë me nteshat e dyerve me trupin e makinës. Pas thuaj se 5.000 saldimesh, përfundon puna robotike në repartin e montimit të trupit. Tani punëtorët montojnë panelet metalike të trupit të makinës për t'i dhënë 911-s formën e pagabueshme. Puna fillon me çerekun e pjesës së përparme. Në stacionin tjetër vendoset kapaku i dhomës së bagazheve. Guacka e jashtme e trupit është përfunduar. Edhe në këtë formë bazë, trupi ka formën unike të Porsche 911-s. Një formë e famshme prej më shumë se 40 vjetësh. Kur 911 u prodhua për herë të parë në vitin 1964, linjat e makinës ishin thuajse tronditse. Mund të themi se ato ishin më të përparuarat për kohën. Krahasuar me atë kohë nga ana estetike, 911 ka përjetuar një evolucion, por asnjëherë revolucion. Asnjë makinë nuk ka ndryshuar kaq pak në një periudhë prej disa dekadash. Disa prej jush mund të habiten që origjina e kësaj makine i ka rënë tek një tjetër makine famshme, por më modeste. Origjina e formës dhe e linjave unike të Porsche 911-s mund të gjurmohet tek një mjet më modest, si Volkswagen Beetle, dhe mendja e ndritur e një personi të quajtur Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche ishte më përparimtar se koha kur jetonte. Ai ishte një gjeni në fushën teknike. Ferdinand Porsche ishte një inxhinier dhe projektues autodidakt i automjeteve. Në vitin 1900, kur ishte 25 vjeç, ai kishte projektuar makinën e parë hibride me naftë dhe elektricitet për një kompani austriake. Ai shpenzoi më shumë se një dekadë duke projektuar makina për Mercedesin. Rreth viteve 30, Ferdinand Porsche kishte themeluar kompaninë e tij, e cila projektonte makina për prodhues të tjerë. Ai e bindi qeverinë gjermane për ëndrrën e tij të një makine të vogël, të thjeshtë dhe të përballueshme për të gjithë. Ajo makinë ishte Volkswagen Beetle. Pas luftës së dytë botërore, djali i Ferdinandit, Ferry Porsche, mori në dorë drejtimin e kompanisë.
Ferri Porsche dëshironte një makinë sportive, jo për masat popullore, por për kënaqësinë e tij personale. Mungesa e pjesëve të këmbimit pas lufte e detyruan Ferrin që të përdorte pjesë nga Volkswagen Beetle. Motorin e prapëm me 4 cilindra dhe me ftohje me ajër, kutinë e shpejtësisë dhe amortizatorët. Ferri Porsche modifikoi gjithçka që ta bënte më sportive. Makina që u shfaq në vitin 1948 ishte Porsche 356. Më shumë se 75.000 të tilla u prodhuan gjatë 15 viteve. Ishte makina e parë sportive që mbante emrin Porsche. Në fund të viteve 50, Ferri Porsche dëshironte një makinë të re sportive. Kësaj here ai këmbguli për një motor më të fuqishëm me 6 cilindra. Për aspektin fizik të makinës së re, Ferri Porsche kërkoi ndihmën e djalit të tij të madh, që njihej me emrin Buzzi Porsche. Ai e konceptoi pasardhësin e përsosur të Porsche 356-s përmes përparimit të makinës, por duke ruajtur linjat e saj klasike. Rezultati u prezantua në vitin 1963 dhe rrjedhimisht u quajt 911. Gjatë 4 dekadave, linjat e makinës u ndryshuan vetëm 5 herë, duke sjellë kështu 6 breza të 911-s. Mendoj se këto linja ruhen edhe sot, sepse Porsche gjithnjë e ka kuptuar se ç'duhej bërë për të trashëguar në të ardhmen gjuhën e 911-s. Tani kjo formë e palyer e shasisë së makinës me origjinë nga modeli i parë i 911-s në vitin 1964 është gati për t'u lyer. Problemi është se reparti i montimit të shasisë dhe reparti i lyerjes ndahen nga një rrugë me 4 korsi. Pra si zhvendoset trupi i makinës nga reparti i montimit në repartin e lyerjes? Me një urë. Kjo urë ka përcen një nga rrugët më të përdorura në Stuttgart. Nevojitet rreth gjysmore që trupi i makinës të zhvendoset mbi një urë 86 metra të gjatë drejt repartit të lyerjes. Hapi i parë që ndiqet në repartin e lyerjes është një levazh për heqjen e pislëkut dhe grasos. Më pas trupi i makinës thahet me ajër me presion për të eliminuar çdo papastërti të mbetur. Pasi sipërfaqja pastrohet në mënyrë klinike, trupi i makinës zhytet në një vask gjigande, të mbushur me 60 metra kub bojë. Vaska përmban bojë antigëryrje që zbatohet përmes një katode të ngarkuar pozitivisht. Transportuesi metalik që mban makinën ka katodën e tij të ngarkuar negativisht. Kur makina zhytet, transportuesi e nxit rrymën në sipërfaqen e makinës, duke u siguruar që boja me ngarkesë pozitive të ngjitet pas çdo sipërfaqeje në trupin e makinës me ngarkesë negative. Kur makina nxirret prej vaskës, lidhja me bojën është aq e fortë, saqë teprica mund të shplahet me ujë. Tani makina dërgohet e një tharës dhe qëndron atje për 30 minuta për të pjekur bojën e shtruar përmes katodës. Lyerja e një makine mund të sabotohet nga një kokrizë vetëm me pluhuri. Jap se teknikët e fshin trupin e makinës përpara se të shtrojnë dorën e parë. Sipërfaqja e brendshme e makinës lyhet nga njerëzit. Robotët kanë për detyrë sipërfaqen e jashtme. Shtresa e parë e bojës ka ngarkesë elektrike pozitive. Teksa robotët spërkasin bojën e imët me ajër, ajo të riqet nga sipërfaqja e makinës përmes ngarkesës elektrike negative. Mund t'ju duket si shtresa e fundit, por nuk është kështu.
Boja e shtresës së parë mund të përbëhet nga 5 ngjyra: e bardha, gria e lehtë, gria e errët, e verdha ose e kuqe. Ngjyra e përzgjedhur për shtresën e parë duhet jetë sa më e përafërt me ngjyrën e dorës së fundit. Pasi shtrohet boja e dorës së parë, makina futet në një furrë me temperaturë 170 gradë Celsius dhe qëndron aty për 30 minuta. Tani është qasti për t'i dhënë makinës bojën finale. Ngjyrat më të famshme për një Porsche janë e zeza, e bardha, e kuqja. Porsche-ja ofron 12 ngjyra standarde, plus 9 ngjyra ekskluzive. Por në këmbim të një pagese ekstra, Porsche-ja mund ta lyejë makinën tuaj me cilën do ngjyrë që dëshironi. Për shkak të numrit të ngjyrave që ofrohen nga fabrika, shtresa e fundit e bojës shtrohet me dorë. Në total përdoren 4 deri në 5 litra bojë në varësi të ngjyrës. Me dhënien e dorës së fundit, boja e 911-s piqet në një furrë me temperaturë 160 gradë Celsius. Shtresa e fundit është një bojë transparente. Kjo shtresë aplikohet nga robotët sepse është e njëjtë për çdo makinë. Roboti po ashtu është programuar që t'i hap dyert e makinës dhe të lyejë sipërfaqet e brendshme. Detyra e fundit në repartin e lyerjes është vendosja e stemës së Porsche mbi kofanon e makinës. Për përfundimin e udhëtimit të 911-s, që fillon me një skelet pa ngjyrë dhe përfundon me një makinë të lyer, nevojiten gjithsej 8 orë. Tani fillojnë përgatitjet për të ndërtuar zemrën e mjetit me 6 cilindra. Prej fillimit, qysh në vitin 1964, Porsche 911 ka pasur gjithmonë një motor me 6 cilindra. Por jo një motor 6 cilindërsh do si do. Motorët 6 cilindërsh janë 3 llojesh. Disa prej tyre janë gjashtë të drejta. Më të zakonshmet janë gjashtë me formë V-je. Porsche 911 gjithnjë ka përdorur një motor të njohur si 6 cilindërsh i sheshtë, me 2 rreshta nga 3 cilindra të vendosur horizontalisht përballë njëri tjetrit. Porsche beson se përparësia e llojit të sheshtë është e dukshme në makinat e tyre sportive. Përparësia më e madhe e 6 cilindrave të shtrirë tek 911 është ulja e qendrës së gravitetit, sepse motori zë pak vend dhe montohet sa më poshtë trupit të makinës. Qendra e ulët e gravitetit e përmirëson ngarjen. Sa më e ulët jetë qendra e rëndesës, aq më e qëndrueshme është makina në shpejtësi të larta gjatë kthesave. Këta motor të sheshtë 6 cilindërsh prodhohen në repartin e montimit të motorëve. Në Stuttgart prodhohen gjithsej 500 motorë në ditë. Çdo 3 minuta reparti përfundon një motor të sheshtë me 6 cilindra. Reparti prodhon më shumë se 20 versione të ndryshme të motorit të sheshtë 6 cilindërsh, me fuqi nga 225 deri në 535 kuaj fuqi. Çdo versioni motorit të sheshtë 6 cilindërsh
ndërtohet me pjesët e veta specifike. Sfida është si t'i çosh pjesët e duhura në vendin e duhur përpara se të fillojë montimi i motorit. Për këtë, Porsche zhvilloi një sistem të automatizuar të logjistikës. Pjesët e motorit ngarkohen në një karrocë. Më pas, karroca merret nga një mjet robotik autonom, i zhvilluar nga Porsche-ja. Karrocat janë të programuara që të ndjekin një itinerar specifik drejt zonës së montimit. Ky itinerar parashikon një urë që të çon tek një ashensor. Një kat më poshtë, pjesët e motorit dërgohen në kohë në zonën e montimit. Just in time. Fabrika ka në përdorim gjithsej 21 karroca. 9 prej tyre kanë si detyrë zhvendosjen e motorëve të përfunduar nga reparti i montimit. Karrocat i çojnë motorët e përfunduar sërish lart në zonën e logjistikës. Por si e kuptojnë këto karroca se ku duhet të shkojnë dhe ç'rrugë rrugë të ndjekin? Çdo 5 metra kemi vendosur magnet poshtë dyshemes, pra nën beton. Midis një segmenti 5 metrash edhe 5 metrave të ardhshme, karroca është programuar të gjejë rrugën. Një magnet i atill ndodhet pikërisht këtu. Çdo karrocë udhton 20 km në ditë, me shpejtësi më të madhe se 5 km në orë. Njerëzit që qarkullojnë në këtë zonë, nesa duket dinë si të shmangen karrocave autonome, por sidoqoftë ka edhe masa sigurie. Siç mund ta shihni, asgjë nuk ndodh. Edhe pse ajo ka një ngarkesë të madhe dhe po lëvizte me shpejtësi të lartë, por asgjë s'mund të ndodh sepse sistemi është i pajisur me masa sigurie. Për çdo motor të shesht 6 cilindërsh të prodhuar, në repartin e montimit kryen 3 dërgesa me pjesë motori. Dërgesa e parë shtyhet me dorë. Aty ndodhet dhoma e boshtit me gunga, vetë boshti me gunga dhe pistonët. Në kryet e linjës montohen pistonët. 3 pistonat e parë vendosen me kujdes në dhomën e boshtit me gunga. Më pas, boshti me gunga vendoset në një nga gjysmat e dhomës së boshtit me gunga. Rreshti i parë me pistona lidhet me boshtin me gunga. Më pas, një robot monton gjysmën e dytë të dhomës së boshtit me gunga dhe e vidhos. Tani motori i montuar pjesërisht udhton për në linjën kryesore të montimit. Gjatë rrugës për në stacionin tjetër, motori montohet në një pajisje të posaçme, që u lejon teknikëve ta rrotullojnë motorin për ta montuar më lehtësisht. Motorin mund ta rrotullosh, mund ta ngresh e ta ulësh, në mënyrë që puna e punëtorit të jetë sa më e rehatshme. Dy stacione më poshtë, një teknik vë në punë pajisjen e veçantë, duke rrotulluar motorin dhe duke montuar 3 kokat e mbetura të pistonave. Tekniku e simulon punën e motorit për të verifikuar lidhjen e pistonave me boshtin me gunga, duke u siguruar që funksioni i tyre të jetë pas një tëmet. Më pas, në njërën anë të motorit vendoset një kokë cilindri. Koka e cilindrave përmban valvulat që do të fusin ajër brenda cilindrave dhe do të nxjerrin prej tyre mbetjet e dëmshme. Teknikët vënë sërish në punë pajisjen e posaçme, duke e rrotulluar motorin që të montojnë kokën tjetër të cilindrave. Çdo 2 minuta e 44 sekonda, motori udhton nga një stacion në tjetrin. Në disa stacione punojnë njerëzit.
ndërsa te të tjerët punojnë robotët. Automatizimi ka kuptim në ato vende ku puna përsëritet. Nëse bëhet fjalë për vidhosjen e 20 vidave në një serbator vaj, atëherë s'kep se ja ngarkon këtë detyrë një punëtori, por fare mirë një roboti. Ky proces nuk shton vlerë, por nëse duhet të kryesh procedurat ndërlikuara montimi, të nevojitet punëtori. Në 2/3 e rrugës përgjatë stacionit të montimit, çdo motor i nënshtrohet një testimi që quhet prova e ftohtë. Këtu motori vjet në punë në mënyrë elektrike, lidhjet mekanike dhe sistemet brenda tij verifikohen nga një kompjuter. Pas testimit, instalohet grupi i ushqimit. Motori do të ushqehet me ajër përmes këtyre tubave plastik. Motori e shfryn ajrin e djegur përmes grupit të shkarkimit, i cili është pjesa e fundit madhore që montohet. 1 në 100 motor mund të nxirret nga linja e montimit për një provë nxehtësie. Këtu motori ndizet me anë të karburantit. Janë dashur rreth 6 orë për të ndërtuar motorin e shesht me 6 cilindra, nga fillimi deri në fund. Në fund të linjës, motorët e përfunduar merren nga karroca autonome dhe dërgohen në zonën e magazinimit. Prej andej ata do të dërgohen në repartin kryesor të montimit, ku do të bashkohen me trupin e mjetit. Në mega fabrikën e Stuttgartit në Gjermani, linja e montimit të Porsches ndërton 16 modele të ndryshme të 911-ës. Për çdo 911 do të shpenzohen 15 orë gjatë itinerarit nëpër linjën e montimit. Linja ka më shumë se 117 stacione montimi. Punëtorët në çdo stacion kanë vetëm 5 minuta kohë për të përfunduar detyrën që u takon, përpara se në stacionin e tyre të vijë një makinë tjetër. Por teksa punojnë, linja nuk ndalet. Linja funksionon në mënyrë të vazhdueshme që punëtorët të vazhdojnë punën edhe të mos ndalen nga njëra makinë në tjetrën. Tani trupi i lyer i modelit futet në repartin e montimit. Në stacionin numër 1, boja e 911-ës mbrohet nga disa mburoja plastike. Më pas hiqen dyert e makinës për të lehtësuar punën brenda saj në stacionet e tjera të montimit. Në stacionin numër 2, teknikët shtrihin kablot që do të shërbejnë për sistemin elektrik të makinës. Në stacionin numër 6, në kabinë montohet elementi i parë i tapicerisë, kabina e shoferit, ku përfshihet kroskoti prej lëkure. Tek Porsche-ja puna e tapicerisë fillon me lëkurët e thara të lopëve në repartin e tapicerisë. Në modelin bazë të 911-ës, mbulohen me copa lëkure 40 pjesë, mes të cilave kroskoti, faqet e dyerve dhe ndenjëset. Nevojitet lëkure e 6 lopëve për të veshur një 911. Lëkura hapet në një makineri e cila i pret automatikisht copat që do të qepen pastaj në makinë. Gjatë kësaj kohe shmanget çdo emet në lëkurë. Makineria përdor një rrymë të fuqishme uji për të prerë lëkurën. Presioni që del nga gryka e saj është 3000 bar, që do të thotë 30 herë më shumë se një pajisje e zakonshme pastrimi.
Makineria mbaron punë dhe copëzat mlidhen. Të parët që marrin në dorë lëkurën e prerë janë robaqepsit, të cilët i qepin copat me njëra tjetrën. Më pas një robot e spërkat lëkurën e qepur me ngjitës. Më pas një specialist tjetër ka detyrën e vështirë të shtrimit të copave të lëkurës mbi kornizën e kroskotit. Nxehtësia e bën lëkurën më të punueshme dhe ngjitësin e mban të njohur. Sfida e parë është shtrirja e tegelit në kanalin e përcaktuar. Më pas lëkura duhet shtriqur mbi sipërfaqen e kroskotit. Pasi çdo gjë duket e shtrirë siç duhet, pjesa e tepërt e lëkurës pritet me thik. Dhe materiali i mbetur rrotullohet poshtë buzëve të kroskotit. Pak trysnime, një peshë të mbushur me rër, lëmon çdo rrugë të mundshme. Ktu mbaron puna e tij, një orë më vonë. Kroskotët e veshur me lëkurë dërgohen në dhomën e paramontimit, pak metra larg linjës kryesore të montimit. Këtu montohet çdo element i kroskotit, duke përfshirë aparaturat matëse dhe boshtin e timonit. Pasi montohet, kroskoti është pjesa e parë me tapiceri të përfunduar që vendoset në makinë. Puna është kryer në 6 stacione montimi. Udhtimi i makinës përgjatë linjës sapo ka filluar. Proceset më sfiduese nuk kanë filluar ende. Fabrika e Stuttgartit në Gjermani ka 117 stacione montimi. Mëtej poshtë linjës, në stacionin 18, roboti i vetëm në këtë zonë montimi vendos xhamin e përparëm. Si fillim, roboti vendos ngjitës në konturet e brendshme të xhamit. Ky robot punon errësirë për shkak të ndijorëve të tij me rreze infra të kuqe, që e ndihmojnë ta pozicionojë xhamin me një tolerancë gabimi prej gjysmë milimetri. Stacioni 30. Nëse 911 që pret në radhë është GT3-shi. Atëherë këtu është vendi ku teknikët instalojnë kraun e përparëm. Aeroplanët përdorin krahët për të krijuar forcë ngritëse që e lejon avionin të fluturojë. Krahu i GT3-shit ka një kënd që kryen të kundërtën. Ai e mban makinën të ngjitur me tokën. Sa më shpejt udhëton një makinë, aq më shumë ngritje krijon. Këtë forcë ngritëse duhet ta mposhtim dhe duhet ta mbajmë makinën në kontakt me tokën, sepse kjo gjë bën një makinë të manovrueshme. Vetëm pak stacione më tutje, në stacionin 34, emri i modelit 911 gërmëzohet për sytë e botës. Orientues të posaçëm i mbajnë shkronjat të fiksuara përpara se të ngjiten mbi makinë. Çdo makinë që udhton në itinerarin e repartit të montimit është ndryshe nga të tjerat. Secila është ndërtuar duke pasur parasysh porosinë e klientit, i cili zgjedh tipare unike sipas shijes. Kjo do të thotë se për makinat nevojiten pjesë të ndryshme. Ashtu si tek reparti i montimit të motorëve, edhe reparti kryesor i montimit shfrytëzon sistemin autonom të transportit për ta furnizuar linjen me pjesët e duhura në kohën e duhur. Por këto karroca autonome përdorin një sistem vizual drejtimi, i cili shfaqet në formën e vijave të zeza në dysheme. Problemi është se linja e montimit është në lëvizje të vazhdueshme. Karrocat dhe pjesët e makinës ngarkuar mbi to
rrezikojnë të mbeten prapa. Zgjidhja është e thjeshtë. Karrocat autonome lidhen pas linjës së montimit. Dy stacione më tutje, në stacionin 55. Dy nga këto pjesë që shihni mbi karroca janë radiatorët. Dy radiatorët e 911-s montohen në pjesën e përparme të makinës. Sistemi i tubacioneve çon ajrin e ftohtë në pjesën e prapme, atje ku do të vendoset motori. Motori që do të ftojë në ata radiator mbërrin në linjën e montimit në gjysmën e itinerarit. Teknikët e lidhen motorin me sistemin e transmisionit në një zonë para montimi, ku gjithashtu përfshihen amortizatorët, frenat dhe akset. Gjithçka i paraprin çastit më të rëndësishëm në linjën e montimit, lidhjes së sistemit të transmisionit me trupin e makinës. Porsche 911 është e famshme si për formën unike, ashtu edhe për motorin e sheshtë 6 cilindërsh me pozicion fundor. Tani në mega fabrikën e Porsches në Stuttgart të Gjermanisë, trupi dhe motori do të puqen së bashku në mesin e itinerarit, në stacionin numër 61. Bashkimi i trupit dhe sistemit të transmisionit quhet martesë, një çast shumë i rëndësishëm në linjën e montimit. E gjithë makina që po ndërtohet pjesë për gjatë linjës së montimit është pajisur tashmë me amortizatorët dhe sistemin e transmisionit. Gjithsesi, ky stacion nuk ndryshon shumë nga të tjerët. Teknikët duhet ta kryejnë punën brenda 5 minutave. Motori i 911-s është në vendin e vet, ndonse shumë do të thoshin në një vend të pazakontë. Kjo është nga të paktat makina sot në botë me motor të prapëm. Përparësia kryesore e motorit në fund makinës është forca më e madhe e fërkimit, sepse motori rëndon drejt e mbi rrota, duke e projektuar fuqinë drejt e mbi rrugë, pa u shqetësuar për rrotullimet boshe që nuk sjellin rendiment. Në stacionin 77 kanë kaluar 17 orë që kur 911-a u largua nga reparti i montimit të trupit, por vetëm tani trupit të saj do t'i shtohet para kolpi i përparëm dhe i prapëm. Teknikët montojnë edhe fenerët sinjalizues. Stacioni 83. Shenjat që tregojnë fundin e linjës, po shfaqen teksa shtohen lëngjet për ajrin e kondicionuar, frenat dhe timonin. Por nëse fundi është pranë, makinës do t'i nevojiten disjet dhe gomat. Ato vendosen në stacionin 98. Gomat montohen mbi disje pak qaste përpara se të vendosen në makinë. Të 5 bulonat vidhosen një herësh. Vetëm nëse nuk është një model 911 GT3, sepse rrotat e këtij modeli shtrëngohen me një bulon të vetëm qendror. Sistemi i bulonit qendror përdoret tek makinat e garave, sepse lejon ndrrimin më të shpejtë të gomave. Porsche është kompania e parë që ofron sistemin e bulonit qendror në një makinë sportive personale.
Fabrika përdor një vegël të posaçme për të shtrënguar bulonin qendror në rrotat e GT3-shit. Me vendosjen e rrotave, makina duhet jetë gati për rrugë, por jo tamam. Në stacionin tjetër, atë me numër 99, modelet me çati fikse pajisin me xhamat e prapë mansor. Një tipar tipik i 911-ës, që prej vitit 1964. Nëse makina që po shkon drejt stacionit 103 është një kabriolet, atëre i mungon ende një pjesë thelbësore, çatia e lëvizshme. Çatia e 911-ës në modelin kabriolet hapet dhe mbyllet brenda 20 sekondave. Fundi i linjës së montimit është pranë. Stacioni 110. Dyert që u hoqën në fillim të linjës montohen sërish. Në stacionin 113, punëtorët montojnë pjesët e fundit të mëdha, ndejnëset. Tani makina furnizohet me më shumë se 18 litra karburant. Më pas ndizet për herë të parë. Prova e parë simulon një rrugë me gunga. Më pas një provë tjetër e shtyn makinën në një shpejtësi prej 120 km/h.